Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Unë i dhash dorën dhe bukën, vjen reagimi I shumë pritur I Xhensilës. Pas intervistës së bujshme të ish bashkëshortit të saj Bes Kallaku, këngëtarja Xhensila Myrtezaj duket se ka dhënë një përgjigje publike përmes kodit të muzikës. Deklaratat e fundit të aktorit, I cili u shpreh se e shkuara ka vdekur dhe I dhash dorën dhe bukën, u interpretuan gjerësisht në rrjet si mesazhe të koduara drejt këngëtares. Në kundër përgjigje, Xhensila ka zgjedhur të rishpërndajë në Instagram një video specifike nga koncertet e saj, ku mes qindra postimeve të mundshme, ka veçuar momentin kur këndon vargjet. Xhelozon mashtrus ti je. Ky postim ka rihapur menjëherë diskutimet mes fansave të cilët e shohin zgjedhjen e këtyre vargjeve si një replikë e drejtpërdrejtë ndaj akuzave të tërthorta për të shkuar në tyre të përbashkët.